Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të kesh komshi të mirë, fqinj të mirë, është dhunti, është begati. Tregon Imam Dhehebiu rahimullahu taala në librin e tij Siyaru A'lam an-Nubala, një ndodhi që kishte ndodhur me Ebu Hamza as-Sukeriun, rahimullahu taala. Një komshi i tij e kishte nxjerrë shtëpinë në shitje. Dhe kishte thonë, kur erdhi një mështeri me ble sa e shet, kishte thonë 2000 dirhem për shtëpinë dhe 2000 dirhem për kojshin, Ebu Hamza as-Sukeriun. Kur erdhi lajmi Ebu Hamza as-Sukeriu se ai don me shit shtëpinë dhe kjo është çmimi në këtë formë, shkoi te komshiu i tij dhe tha çe 4000 dirhem dhe mos e shit shtëpinë. Pse? Sepse ashtu sikurse ky që e shit ke shtëpinë pezorit ishte i kënaqur ta ketë komshi Ebu Hamza as-Sukeriun, ashtu edhe Ebu Hamza as-Sukeriu ishte i kënaqur me këtë komshi. Andaj ja dha parët që kishte ai nevojë, tha veç mos e shit shtëpinë, se kojshia është para shtëpisë, kanë thonë përpara arabët. Edhe kanë thonë, nëse don me nis në rrugë para se me e marr kerrin, shife ka e ke shoqërues në udhimin tan. Dhe s'ka dyshim pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit besimtar që të kujdesen për kojshin. Sa që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë shumë Gjibril alayhis salam më porositi për kojshin, të kujdesen për te, sa që mendova se ka me qenë trashëgimtari jemi. Andaj, nga këtë kjo themi se kojshia i mirë është begati prej begative të kësaj bote. Dhe njeriu kur ka kojshin e mirë, është në rahati në jetën e tij, është rahati në familjen e tij, është rahati të gjitha situatat që vijnë atij. Dhe njeriu që ka kojshin e mirë, nuk ka kriza, nuk ka vështirësi, nuk ka probleme. E tani, kur themi na me pas kojshin e mirë është begati, edhe me kon kojshi i mirë për dikan është begati për te. Ashtu do më thonë, sikur se kemi nevojë na me pas kojshi të mirë, edhe na të gjithë duhet bëmi kojshi të mirë për kojshin që e kemi. Nëse unë jam i mirë për te, e ai është i mirë për mu, edhe unë jam i mirë për tjetrin dhe ai është i mirë për mu, atër këtë kojshi do jenë të mirë për njëri tjetrin, edhe jeta në të lagje do jetë jetë e begatshme, e rahatshme, plot kënaqësi dhe mirësi. Andaj keni parasysh të porosi dhe çmone vlerësoni kojshin e mirë, ma shumë se sa shtëpinë dhe uborin që don me ble. Sepse shtëpia dhe ubori sado që janë të bukura, në pranitë të kojshisë së mirë bëhet edhe më e mirë, dhe në pranitë të kojshisë së keq, këtë ajo shtëpi e bukur e madhe edhe ubori i mirë bëhet e keqe. Allahu na bëft kojshi të mirë për kojshin ton dhe na dhash kojshi të mirë për ne.